Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, së gjatë ditës ka mbajtur takimin e dytë konsulativ për themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin. Thaçi ka theksuar se ky komision ka për synim të vërtetën e cila çliron dhe pastron njerëzit. E vërteta shoqëron shoqërinë nga hakmarrjet dhe urrëtia. Qëllimi i tij është fillimi i një jete të re duke falur, por duke mos harruar, ka pohuar Thaçi. Shefja e zyrës së BE-s, Natalja Apostolova, tha se të rinjët duhet të shohin perspektivën e jetesës në Kosovë e jo jashtë saj. Apostolova gjatë lancimit të fushatës vetëdijësuese kundër emigrimit tha se të rinjët kosovar duhet të jetojnë në vendin e tyre. Kjo kampanjë ka për qëllim që qytetarëve të Kosovës të jap informata se Kosova është vend i qytetarëve, se të rinjët duhet të shohin jetën në Kosovë e jo jashtë vendit, tha Apostolova. Kreu i PD-s, Lulzim Basha, duke folur nga çadra e lirisë, tha se ku të vi në pushtet do të krijojë gjendarmerinë kombëtare për të rikthyer kontrollin e vërtetë të territorit. Pjesë i këtij plani kombëtar është dhe krijimi i gjendarmerisë kombëtare shqiptare si një bashkëpunim mes forcave të armatosura të Republikës së Re dhe forcave të policisë. Ne do rikthejmë kontrollin e vërtetë të territorit të kufive, ka thënë Basha. Në fjalimin e tij të parë përpara Kongresit që prej marrjes së postit me 20 janar, Donald Trump premtoi rizgjimin e shpirtit amerikan. Detyra ime nuk është të përfaqësoj botën, tha shefi i Shtëpisë së Bardhë, por është të përfaqësoj Shtetet e Bashkuara. Duke folur me një tonë më të matur por plot shpresë, Trump u tregoi dy dhomave të Kongresit se synon të çelë një kapitull të ri të madhështisë amerikane. Nga ky moment, Amerika do fuqizohet nga aspiratat tona, jo të kërryset nga Afrika. Inspektori i UEFA-s Tyrge Borno është ndarë i pakënaqur me gjendjen e stadiumit Adem Jashari në Mitrovic. Gjatë inspektimit të gjendjes së stadiumit, inspektori i UEFA-s ka thënë se gjendja nuk ka ndryshuar asgjë që prej vitit të kaluar. Përkundër që i keni pasur të gjitha të shkruara se çfarë duhet punuar, asgjë nuk është punuar, ka thënë Borno. Inspektorët e UEFA-s ishin muaj më parë në këtë stadium kur dhanë një listë për rinovimet që duheshin bërë, por që nuk janë kryer ende. UEFA në fillim të muajit të shkuar kishte thënë se klubet kosovare mund të luanin në Mitrovic, por që pa rregulluar infrastruktura kjo nuk do të jetë e mundur. Për informacione më të hollësishme, klikoni gazetën online parotlla.net. Mirupafshim.